Ronela Hayati ka ndarë një prej mesazheve më të forta dhe më të ndjera të saj, duke treguar anën tjetër të asaj që publiku rrallë e sheh. Këngëtarja rrëfen se shpesh heziton të flasë, sepse sa herë ka shkruar ose ka shfryer dufin, gjithçka është hasur në vesh të shurdhët. Ajo tregon se ndihet e bllokuar në të njëjtin cikël të vështirë, i cili rëndohet çdo ditë me dhjetra përgjegjësi të reja, nga puna, fakti që muzika është pasioni i saj i madh, e deri tek presioni i komenteve toksike që e shoqërojnë vazhdimisht. Ronela thot se ndërkohë që duhet të këndoj dhe të gëzoj njerëzit, një pjesë e mirë e publikut merret me ofendime, kritika për pamjen, komente për ndërhyrje apo gjykime të pamëshirshme, ndërsa askush nuk e di çfarë mund të mbajë një artist mbi supe në ato momente. Ajo përmend lotët që ndonjëherë i ngrihen në gryk, fatura, familjen që mban, fëmijët që e presin, prindrit e sëmur, mungesën e mbështetjes, marrëdhënie që nuk funksionojnë dhe një dashuri që nuk e ka më. Gjithë këto, ndërkohë që duhet të duket e fortë në sytë të gjithëve. Hera herës vendi të jep 100 arsye për ta lënë, por unë vazhdoj e pyes, pse jemi kaq të ligj kaq shpesh? Shkruan ajo, duke treguar lodhjen e akumuluar nga ky realitet. Megjithatë, mes gjithë sfidave, Ronela jep edhe një mesazh reflektimi. Nëse sot duhet të jemi falendërues, përveç shëndetit, duhet i falenderojmë Zotin që na ka dhënë një zemër të mirë.